Sot në Universitetin Femi Agani të Gjakovës, përkatësisht në hapësirat e Fakultetit Filologjik, është zhvilluar një aktivitet organizuar nga iniciativa studentore Femi Agani, rreth ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit. Alma Alia, kryetare e kësaj iniciative, në fjalën e saj, tha se tetori roz është më tepër se sa thjesht një simbol. Tetori roz është shumë më tepër se një ngjyrë apo një simbol. Është zëria atyre grave që luftojnë. Çdo ditë është shpresa atyre që kanë poshtur kancerin dhe thirrja për kujdes për secilin prej nesh që ndoshta ende heziton të kontrollohet. Ne si iniciativë studentore besojmë se ndryshimi fillon nga ne, nga të rinjt që guxojnë të flasin, që përhapin vetdije dhe që e kthejnë solidaritetin në vepër. Sot përmes këtij aktiviteti duam t'ju përcjellim një mesazh të thjeshtë por të fuqishëm. Kujdesu për veten sepse jeta jote ka vlerë. E pranishme në këtë aktivitet ishte dhe drejtoresha e Drejtorisë së Shëndetësisë, Adelina Shehu Kola, e cila potencoi që në komunën tonë gjatë tërë vitit ekziston mundësia për të kryer mamografinë në mënyrë që kjo sëmundje të zbulohet sa më herët. Edhe gjatë muajit, edhe gjatë vitit e kemi edhe mamografinë e cila shërben për gratë, për ta bërë rentgenin edhe për ta lexuar aty për aty, sidomos në muajin proroz që kemi gjatë ligjerimit që kemi edhe ndryshimet e disa gra edhe që dërgohen në mamografi. Mamografia është një aparat që nuk ka dhimbje, as nuk shkakton në lëndim, po që diagnostifikon një sëmundje pra siç është kanceri i gjirit shumë më herët, sikur pjesë tjera pra prekja ose ultrazoni ose ndaj aparatur tjetër. Ky aktivitet u mbyll me një prezantim ku u dhan informacione mbi kancerin e gjirit, si dhe rëndësinë e zbulimit të kësaj sëmundjeje në faza sa më të hershme.